Për të tretën ditë me radhë vijon përplasja në kantierin e aeroportit të Vlorës mes kompanive 2A Group dhe Mapco, duke krijuar tensione dhe paqartësi mbi ecurinë e punimeve në një nga projektet më të rëndësishëm infrastrukturor për jugun e vendit. Përfaqësues të kompanisë 2A Group kanë bllokuar hyrjet dhe punimet brenda aeroportit, ndërsa përfaqësues të Mapcos kanë bllokuar hyrjen kryesore të kantierit. Palët ende nuk kanë arritur një dakordsi, ndërsa situata në terren mbetet e tensionuar. Edhe në ditën e tretë janë shënuar përplasje dhe tensione mes përfaqësuesve të dy kompanive, ndërsa punimet vijojnë të mbeten të pezulluara. Përfaqësuesi i Mapcos Emin Pacolli ka deklaruar se ekziston një vendim gjykate që u jep të drejtën të hyjnë dhe të vijojnë punimet, duke theksuar se 2A Group ka bllokuar në mënyrë të paligjshme hyrjen. Sipas tij, situata mund të përshkallëzohet nëse nuk ndërhyjet për zgjidhjen e konfliktit. Tani mo e kena një dekret nga gjykata e lartë, edhe e kem të drejtën më kthye me vendos për punën tonë. Sot e shifni dje, ardje, edhe sot shiqoni me unë e 2A Grupit, ne blokada edhe ju nuk na siguroni hyrje. Thuni e keni një roje siguria atje, unë do të shkoj edhe do të ballafaqohuna me to, me dhunë, kurse ju jeni perend. Kjo është hipokrizi që ndëgjova sot. Aeroporti i Vlorës është cilësuar si një investim strategjik për jugën e Shqipërisë, por konfliktet e fundit në kantier kanë shtuar pikpyetje mbi ritmin e punimeve dhe përgjegjësinë e institucioneve për të garantuar vijimin e projektit pa vonesa të mëtejshme. Qytetarët e Vlorës dhe mbar Shqipërisë që presin përfundimin e këtij projekti të rëndësishëm mbeten të shqetësuar për ecurinë dhe afatet e realizimit të tij, ndërsa institucionet përgjegjëse që nga Ministria e Energjetikës vijojnë ta përcjellin me indiferentizëm situatën.